Prej rreth 20.000 anvisrive në Tetov që janë faturuar për mbeturinat, rreth 4.000 janë dërguar në pagesë të detyrueshme, pohon Hans Roth, drejtori i kompanisë Saubermacher, që menaxhon me mbeturinat. Kjo sipas tij ka ndodhur për shkak se nuk kanë mundur t'i gjejnë adresat, ndonse e pranon se nga muaji në muaj niveli i pagesave po rritet dhe ka arritur në 65%. Nuk dua të hyj shumë në detaje, por ne kishim problem me adresat e sakta dhe vërejtjet kishim problem të dërgojmë në adresa dhe për atë i dërguam në noter. Kemi 20.000 anvisri që dërgojmë fatura, a kemi rreth nga 2.000 deri në 4.000 që kemi dërguar fatura në shtëpi, për atë vi nga Austria dhe përpiqem që mos të befasohem shumë. E pyetëm kryetarin e Tetovës Bilal Kasami se si është e mundur që noteri të arrijë të gjejë adresën e anvisërive, por këtë s'mund ta bëj postieri që dërgon faturat e mbeturinave. E thonë nuk kam një përgjigje, pra nëse noteri mund ta gjej, atëherë është dashur që të gjendet edhe më herët adresa. Unë e kam thënë edhe më herët, po e përsëris. Nuk mund të ketë pagesë përmes noterit me forcë nëse dokumentet, procedurat paraprake nuk kanë qenë konform ligjit. Kasami apelon qytetarët që të drejtohen deri tek ndërmarrja komunale të rregullojnë çështjen e adresave, pasi në Tetov nuk do të ketë mundësi që të ofrohet shërbim pa pagesë për mbeturinat. Kompania Saubermacher para një viti ka marrë tender për menaxhimin e mbeturinave në Tetov, ndërsa javë më parë në televizionin 21 u ankuan qytetarët duke treguar se janë dërguar në pagesë të detyrueshme, ndonse paraprakisht nuk ishin marrë fatura. Kompania mohoi duke thënë se vërejtjet dhe faturat janë dërguar në kohë.